arritur një fitore. Ti edhe mos bësh deputet, po ti arriti një fitore. Do të morë vendim që të numërohen edhe një herë votat, ose siç i themi rinumërim, po numërim them unë i sakt. Kur u mor ky vendim, ç'a mendove në ato momente? Ishte kënaqësi shumë e madhe, me thënë vërtetën. Lënd, du të them që kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë, jam drejtu Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për numërimin e kutive, rinumërim siç njihet rëndom, dhe me datën 14 maj, ndërkohë që procesi po vazhdonte, unë kam bërë seancën e parë në KAS, duke i kërkuar rinumërim. Dhe më rrëzoi KAS-i atëherë për shkak të procedurial që do të thotë nuk ishte shpallur akoma tabela përfundimtare e qarkut Durrësit. Kur të shpallej tabela përfundimtare, atëherë mund t'i drejtohesha. Dhe kur shkova për herë ishe nxituar. Po, isha nxitu. Por unë po i thosha, shiko se ka manipulim votave. Kur shkova për herë dytë, u përshëndetëm me ata anëtarët e KAS-it përzemërsisht. Tha, ti ka ardhur herë këtu, domethënë, e dim se ç'a halli ke. Ishe bërë si shtëpis. Po, kështu që për hir të vërtetës gjithë betejën, ta them me sinqeritetin më të madh, e kam nis për parimin, jo për mandatin e deputetit. Pa diskutim që unë du të bëhem deputet, sepse prandaj kam hyrë në garë. Po cili është parimi në këtë rast? Kodi zgjedhor nuk e lejon kandidatin që të legjitimohet për me kërkuar rinumërimin e votave. Po pse? Po kjo është shumë e rëndë pra. Kjo ka ndodhur domethënë në bashkëpunim midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste që kandidatit mos legjitimohet në këtë rast. Tani këta e kanë. Tani prit frenojnë çik me frenadore këtu. Ti thuaj që Partia Demokratike ka bashkëpunuar me Partinë Socialiste për të bërë këtë? Shiko pra, edhe herë, kodi zgjedhor është bërë me konsensus. Po pra. Dhe unë Partia Demokratike ka dhënë okay? Unë mendoj që ky është një moment shumë i gabum që mos legjitimohet kandidatin. Po pse është bërë këtë? Pse e ka bërë PD këtë? Unë nuk e di pse e ka bërë, por kjo është një gjë shumë e gabume. Dhe Komisioni Venecias, që këta e kanë për zemër, gjitha palët që i referohen, edhe Osobe Odiri, ju ka thënë këtyre që shikoni mundësinë që kandidatët legjitimohen për me kërkuar votat e tyre. Sigurisht, kjo është elementare. Pikërisht pra, dhe kjo bie ndesh me kushtetutën në këtë rast. Prandaj unë kam hyrë kësaj betejë dhe i kam kërkuar KAS-it që mos u sillni si robot dhe si nenexhi, që lexoni nenin, shikon neni kodi zgjedhor ka kështu dil për jashtë. Jo, është kushtetuta që prevalon hierarkinë e normave. Pra, kushtetuta është më e madhe se një kod zgjedhor, i cili është bërë me një vullnet politik në një moment caktuar që ndryshohet në zgjedhjet e radhës. Prandaj, precedenti i KAS-it në zgjedhjet e 2021-shit ka qenë që nuk legjitimoheshin kandidatët. Unë si Aulon Kalaj jam drejtu KAS-it dhe ndërkohë kam seancën e parë në kolegj zgjedhor me datë 12 qershor, sepse nuk e lash me kaj se KAS-i na rrëzoi neve 5-0, e morë vesh 4-1, fal. Si unë, si Ali Mehmeti, si kandidat tjerë. Ndërkohë rrugët për me shkute e vërteta nuk është vetëm KAS-i. KAS-i është thjesht organ administrativ, për mendimin tim quasi gjyqësor. Ne do shkojmë kolegj zgjedhor. Në rast se kolegji zgjedhor do na rrëzoj me datë 12, unë do shkoj në gjykatë kushtetuese. Në rast se kushtetuesja nuk do e marrë përballë. Vetëm për këtë nen. Absolutisht po. Po ky është guri i themelit Orland për gjithçka. Nuk bëhet fjalë për Aulonin, bëhet fjalë për zgjedhjet e ardhshme. Unë mund mos jem kandidat për deputet. Po të paktën në zgjedhjet e ardhshme 2029-s të parakoshme. Ti duhet ta fitosh të betejë, po ti marrë me radhë. Jo, dakor, po jo është shumë i rëndësishëm ky moment pra. Në rast se legjitimohet kandidati, gjithçka relaksohet, sepse shiko ka një, këtë i thash dhe zoti Rusmajli, se kanë bërë debate shumë tashpra në KAS. Në rast se kemi parë neve tashpra? Jo, për te atyre që keni parë, se kanë qenë dhe me dyert mbyllura, domethënë. Shiko, në seancë paraprake. Po dyert mbyllura se do të dyert të them pra. Seancat paraprake zakonisht zgjasin 10 minuta. Seanca ime ka zgjat 2 orë e gjys. Se tha na ka sjellë kazus të ri. Kam bë 20 faqe unë vetëm për të legjitimuar, i kam shkruajt KAS-it. Dhe i thash, lutem lexojeni, se nuk jeni gjyqtar, domethënë që thjesht merrni letra. Cila ishte përgjigjja e tyre? Pra ideja e atyre është që ju e keni delegu firmën tuaj te partia dhe partia është ajo që kujdeset për ju. Ore, po në rast se partia nuk do që të hapen votat, ç'a do ndodh me mua? Pikpyetje. Atëherë, kur Aulon Kalaja blen vota në fushat elektorale, marrë në përgjegjësi partia apo Auloni? Kush ka Burg? Auloni apo jo? Kur mu mvidhen votat, m'jep drejtën që të kontrolloj votat e mia. Ky është një argument shumë i fortë logjik. Përveç këtij argumenti, është argumenti tjetër që un kam dalë në zgjedhje duke kërkuar vota personale apo jo? Disa njerëz kanë votuar dhe për emrin tim, pa logo partie, fjala bie, ose kanë votuar dhe partinë dhe emrin tim. Atëherë, sigurisht që un kam drejt legjitimohem, kam interes ligjshëm që pra këto ishin argumenta dhe besoj që nga të gjithë këto argumenta, unë mendoj që kemi ardhur në atë vendimarrje. Tani, nuk e di nëse e kam videon nga regjia, do na shpjegosh tani provën që vërteton atë që ty ti është tjetësuar vota dhe për shkak të kësaj u mor vendimi KAS. Patjetër. Pra për rinumërimin e votave. Kjo është një kuti. Mund ta shpjegosh në leduall më mirë regjie, lutem.
Po. Kjo është kutia 1361 Po. dhe këtu vendosen njëra pas tjetra votat Po. për kandidatët e Partisë Demokratike në këtë rast. Po. Ku unë i kam prerë sipas porosisë KQZ, sepse debati im me zotin Rusmajli ka qenë që unë duhet bëja një video sa më të shkurtër. Por unë Sa është kjo video? kjo është 6 minuta. 6 minuta. Që unë kam mundur të pres, por vetë Nga KQZ saj gjitha që nga e gjithë kutia, pra, që është 75 minuta. Po si e montove këtë 6 Po e montova pra se e më bë dhe montazhier tani, na detyroi Kasi me u bë montazhier me time code, kemi ecë me time code. Po. Dhe këtë video ditën e dieshme, Po. unë i thash zotit Rusmali që për të kuptuar manipulimin e zgjedhjeve, ne duhet ta shikojmë të gjithë videon, siç do t'i rinumëroj Celibashi me stafin e vet. Dhe aty ne do të kuptojmë se si janë tjetërsu votat. Dhe çfarë del këtu? Po, këtu del që nga rinumërimi i kësaj kutie, e marrim sigurisht kuti, sepse nga kutia kanë dalë votat, Qartë. del që Aulon Kalaja në kutinë e Sukthit, pra këtu kemi të bëjmë me një nga kutitë e Sukthit, 1361, KZZ 21, pra Aulon Kalaja ka marrë 4 vota, dalin 4 vota në ekran. Ndërkohë në proces verbalin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, më janë shënuar vetëm 2 vota. Tani si ka mundësi që merren 50% votave më në këtë rast, sepse janë 50% votave në një kuti. Tani këtu kemi të bëjmë me 493 kuti. Tani një sekond tu. Tani ti ke marrë 4 vota dhe të kanë shënuar 2 vota. Po. Unë do të bëj ato pyetjet e djallit kur i thon. Sigurisht që ai që vjedh një pul, vjedh edhe një elefant. Por a mund të jetë ky një gabim njerëzor? Shiko, ky nuk mund të jetë një gabim njerëzor sepse janë marrë 2 vota, janë marrë një kandidati tjetër, Adriatik Hoxha, po ta shikosh aty është. I kujt është Adriatik Hoxha? Është kandidat nga Partia Lëvizja, Partia Lirisë, por që ka kandiduar me Partinë Demokratike, pra ka qenë në listën e hapur gjithmonë. Po, dhe janë marrë dhe një votë te kjo kuti zonjës Viola Kullolli Kapedani. Do të thënë edhe një herë për ata që po na ndjekin. Përveç se të janë tjetërsuar, të janë hequr ty 2 vota, janë hequr dhe kandidatëve të tjerë. Dhe kujt? Viola Kapidani, një vot dhe 2 vota zotit Adriatik Hoxha. Do të thënë kemi të bëjmë me 5 vota, të shpërndarë në 3 kandidatë, që janë tjetërsuar. Dhe kanë shkuar një kandidat tjetër. Dhe i kanë shkuar të gjitha këto kujt i kanë shkuar? I kanë shkuar një kandidati tjetër për aty. Tani ti betejën e ke me Arian Dojën. Dakor, nuk është beteja ime me Arian Dojën, zoti Qafoku. Tani beteja ime është me të vërtetën dhe unë të vërtetës time do të shkoj deri në fund. Jo, e di pse them këtë. Ne kemi të bëjmë i kuti këtu. Jo, vetëm një moment më ndërprisni, të lutem videon. Do kthehemi sërish te video, por lista e kandidatëve të Durrësit do doja, sepse është shumë e rëndësishme. Po. Ti ke një diferencë. Ja, kjo është tabela e KQZ-s. Arian Doja 8249 vota, Aulon Kalaja 7291 vota, Andi Aulliri që ka më, po themi, rivaliteti është vetëm mes ju dyve, 5601 vota dhe më poshtë. Tani më thoj 2 të tjerët kush janë? Tani një është Adriatik Hoxha që renditet në vetën e 12. Në vitin e 12, 1460 vota? Ka që kanë numëruar, se tani ne numëruam tjera, me të thënë drejtën. Po pra, i që vjedh një pul, vjedh. Po pra, dhe vendi 10 Viola Kapidani Kullolli. Po. Pra, janë marrë Adriatiku është i Partisë Lirisë? Partisë Lirisë. Po Viola? Viola është një vajzë nga Durrësi shumë e nderuar, me familje demokrate, kontributor të Partisë Demokratike. Por ti është familje socialiste, çfarë problemi ka? Shumë e nderuar dhe familje socialiste. Jo, e kisha fjalën. Jo, më pyete për Violën, pra çfarë përfaqëson. Dhe du të them që ajo vajza ka një kontribut familjar të Partisë Demokratike. Dhe kësaj te ajo kuti ka vjedh një vot. Një vot. Vetëm te ajo kuti. Po, ajo një vot kishte shënuar 0. Ky është problemi i kësaj, domethënë. Ata vetëm një vot kishte, kjo është 0. Po, kurse un kisha 4 vota, më janë shënuar 2. Tani këtë nuk e them unë. Për gjithë ata që punon vetëm te kjo kuti. Te kjo kuti sa vota kishte gjithsej? Un. Jo, gjithë kutia. Gjithë kutia nuk e di tani, nuk i hyra se sa vota ka gjithë kutia, sa ka marr PD-ja. Shikojmë atë disproporcion. Po ka marr pak vota. Ka marr pak vota. Sepse kemi parasysh që janë, domethënë, nuk kalon më shumë se 40 vota Partia Demokratike te kjo kutia. Te kjo kuti. Është një kuti e Sukthit, nuk ja kam iden fare se ku bie. Arian Doja ka marr pak i bie. Po 20 vota kishte, ndërkohë proces verbal 25. 20 vota kishte. Pra, ideja është që Partia Demokratike... Po ti prandaj pas ke humbur? Unë nuk e di a kam humb apo s'kam humb, dhe nuk e di në rast se do humb, se nuk shikohet këtu. Unë kam nxjerrë vetëm një... Po Iliriana? Zonja Kuçana, po, unë mendoj që edhe Ilirianës, jo mendoj, po kam parë video që janë marrë vota dhe Ilirianës. Janë marrë vota dhe Ilirianës. I kam parë vetë. Ore, po juve sulmoni Shani Edi Rama në hajduti votave, po juve vidhi njëri tjetrin. Tani, unë se di fare këtë, për vetëm unë që nuk akuzohen për vjedhje, se unë s'kam vjedhë në herë një time. Jo ti, po jo, të kam vjedhur, po themore. Tani, kjo është histori, këto do ta gjykoj KQZ-ja. Kasi, në këtë rast, kur të hapen kuti, do t'i shikojmë,
unë e bëra timen. Të lutem regjia edhe një herë Unë besoj se video. arrita qëllimit për Edhe një me video çu tani provat ma shpjego edhe një herë për gjithë ata që po na ndjekin se ndonjëherë kështu mund ta ke zënë makina. Domethënë te kjo video çfarë përcakton? Domethënë ti ke numëruar 1 nga 1 votat. Po. Me audio, se këtu s'kemi audio. Jo, nuk ka audio këtu, aty ka audio, po janë Po pra, muhabete. ti ke numëruar për shembull këtu Aulon Galaja, Po, edhe ka mbajt shënim. Dhe i ke mbajt shënim. Jo vetëm unë, po edhe KQZ-ja. KQZ-ja këtë punë bëri. Po, qartë. Që arritin konkluzion që Aulon Kalasi janë marrë 2 vota. Kjo është prova. Po pra, kjo është prova që bëri të merrte vendim kas që të Patjetër, unë hapa në ekran atë, ishte provë pa kundërshtueshme. Nuk isha vetëm këtë video. Në SB kisha të paktën 3 video si kjo, po këta hapën vetëm një në mënyrë rastësore. Zoti Rosmali vendosi që të hapi këtë video, 1361. Ka kuti tjera aty. Tani kush janë ata të kasit, më thonë çik më herë. Zoti Rosmali, kryetar është nuk e dia ka kryetar, se është organ kolegjial. Mund mos ketë kryetar. Domethënë, po, ndryshon, domethënë relatori i çështjes ndryshon. Ilir Rosmali. Zoti Elvis Çefa, Ledio Braho, Koli Bele i PS-s. Po, është dhe një zotni tjetër i PS-s, nuk ja di emrin, me të thonë të vërtetën. 5. Po, janë 5 persona. Edhe Rosmali është nga radhë të PS-s. Si përfaqësues Aulon? 3 janë të mazhorancës dhe 2 janë të opozitës, domethënë. Edhe zoti Rosmali është i majt. Domethënë përfaqëson mazhorancën në këtë rast. Jo i majt, ai ka qenë ministër. Ja, po ta ndjekim këtë, domethënë në Z, zonja në këto momente thotë që Aulon Kalasi janë marrë 2 vota. E pranon sepse kjo i mbajti shënim. E kemi audion. Ja ta gjë. Aulon Kalaja në proces verbal ka të shënuar 2 vota, ndërkohë nga pamjet filmike ka rezultuar që ka 4 vota, pra me një diferencë prej 2 votash. Kjo është sepse pastaj nuk u la vazhdimi se po nuk e di domethënë pati ndërprerje nga KQZ. Çfarë futën publicitet ata? Nuk e di, por ideja është që ato zonjat që pe aty, ajo është drejtoresha KQZ-s, zonja në fjalë. Drejtoresha kujt? E KQZ-s. Drejtoresha KQZ-s, këtë post ka. Jo, KQZ ka komisioneri shtetëror i zgjedhjeve është një tjetër gjë. Po si drejtoresha KQZ-s, e administratës. Pra zonja dhe ata zotëri e zonja tjera që pe aty mbajtën shënim kutin. Ata erdhën, unë dola nga loja, unë thjesht dhash videon. Unë tani për parë po kuptoj qartë që çfarë ka ndodhur dhe pse është marrë ky vendim. Po duhet i gazetar për Arlan që ta kuptosh. Aulon, tani kam një pyetje të tillë. Çfarë pritshmërie ke? Shiko, pritshmëria ime, domethënë unë jam shumë i kënaq se mboni pyetje dhe është pyetje shumë e fortë ajo. Domethënë a je ti i kënaq? Po jam i kënaq. Jam i kënaq që do hapen kutit dhe do dalë vërteta. Është shumë e rëndësishme kjo. Ajo shpreha e madhe është e vërteta do na shliroj. Hapja e kutive nuk është kënaqësi vetëm për ty, po edhe për kandidatët e tjerë. Po është dhe standard më zotni, është precedent. Tani, kur u vendos kjo këta kandidatë e tjerë, këta 12. Ta tregoj telefonin. Po ma tregoj. Më kanë marrë në telefon gjithë. Ja. Edhe më kanë shkruajtur. Po s'di si nxjerr tani se janë gatruar bisedat. Por këtu i kam gjithë. Po jam ata na ndihmon, do na ndihmojnë. I kam gjithë kandidatët. Do na ndihmojnë regjia me këtë. Po se kam dhe në emra të tjerë që s'besoj se do ishte me interes publik për t'i nxjerrë. Jo, flas këta kandidatët unë. Po, kandidatët po se si kam lidh gjithë tani, më kupton? Pra, më kanë marrë. Po më ka marrë Ndrec Pietri, më ka marrë Viola Kapidani, Petro Vokopola, Iliriana Kuçana, më kanë marrë kandidatë. Tani ai i pari me cilin e ke atë garën, të ka marrë? Jo, pas nuk kam lidhje, domethënë unë thjesht jemi me kandidatë të tjerë që pak a shumë ndajnë të njëjtat ideve. Me ish prokurorin ti s'ka pasur fare? Nuk është se kam në marrëdhënie me. Okej, do kemi një ndërprerje publicitare, kthehemi sërish se kjo është shumë interesante. Publicitet, kthehemi sërish. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëri si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, kthehemi edhe një herë në studio. Faleminderit Manigrama Kinvest për mbështetjen që jep emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Aulon,
Kur do filloj procesi, kemi këtë tabelë. Faleminderit regjia. Kur fillon procesi... Këto janë pa votat e diasporës, kjo tabelë. Gjithmonë... Po pra, unë kam kalu mbi 8120 vota me diasporë. Po votat e diasporës do numërohen? Po. Do numërohen dhe ato? Do numërohen dhe ato. Është qarku parë, do me thënë, precedenti parë i Durrësit, se në Tiranë nuk do numërohen dhe në Fier, do numërohen Durrës. Vetëm të qarku tu. Po, pse... Në Durrës ka diku të 84 kuti të diasporës. Se unë i kam pa vota dhe nuk jam nga ato kandidat që i kam pa nga televizori, unë kam qenë aty në terren, kam netë në 9 ditë. 84 kuti nga diaspora dhe sa kuti në qark? Janë 493 kuti, gjithsej, por KQZ-ja ka... Pa diasporën? Po, pa diasporën, 493 plus 84. Kasi nuk ka vendosur të hapen gjitha kutit në Durrës. Po. Ka vendosur vetëm disa. Por unë gjykoj... 577 kuti. 577 kuti. Sikur, po marrë një hamëndësimu, sikur 2 vota për kuti, ti kalon Ariandoj dhe bësh i pari me mandatin. Nuk mund ta them këtë gjë sepse ta thash edhe herë tjetër, nuk është se kam një ide të qartë se çfarë do ndodh me kutitë e tjera, por i kam hyrë kësaj betejë për transparencë në këtë rast. Unë duhet ju them që Kasi, mendoj unë, do detyrohet që të hap dhe kutitë e tjera të Durrësit. Këtë po ta them nga kjo studio, mbaje dhe më fto prap. Do hapi dhe kutitë e tjera? Unë besoj se po. Po kush ka bërë ankesë? Unë do bëj ankesë prap. Unë po vazhdoj me videot e tjera, do t'i shikoj. Që u ke Berti po bën malore dhe aty. Po patjetër që po, sepse është detyra atyre, nuk jemi këtu, a do shkojnë ato me pushime apo jo? Kjo është shumë e rëndësishme se pushimet verore. Tani edhe një herë, do të thënë, Aulon, ti je shumë ngushtë me Ariandojën, që ishte më i votuari në qarkun e Durrësit, dhe me këtë gjasat janë që mundësia, që janë mundësime, mundësia është që ti ta kapërcesh Ariandojën dhe të marrësh më shumë vota. Në qoftë se ti do arrish ta bësh të, çfarë do thoshe se ti je i kënaqur vetëm me thej që jam i kënaqur vetëm me hapjen e kutive. Po jo, a di bëj çfarë jam i kënaqur në land? Po. Unë jam i kënaqur me fitoren e Bashkisë Krujës. Fitoria e Bashkisë Krujës ndodhi pas 18 vitesh. Dhe unë dola kandidati më i votuar në Kruj, në Fushkruj, në Thuman dhe në Bupq. Pra kishim 18. Pse të duan Aulon? Urdhëro? Pse të duan? Tani ne na ke ftuar në studio, kemi diskutuar ato historitë. Jo, gjatë fushatës, është tjetër gjë, tani që mbaroi kjo. Po që mbaroi unë ndeshjen e kombëtares më me pash atje në Krujën me ata. Ndeshjen kur luajti me Serbinë e pash në Fushkruj. Unë jam gjithë ditën aty, jam me njerëz. Do të ti je një nga ata. Po patjetër që po. Unë ju thash atyre që Fushkruja duhet bëhet bashki. Këtu në studion tatë kam marrë dhe kam thonë, jemi 50.000 banor. Unë kam qah hallet e Krujës gjithmonë. Nuk i kam zgjidh akoma se s'kam asgjë në dorë, po që të kërkojmë shtëpitë e tërmetit, që është shumë e rëndësishme, që janë bërë shtëpitë e tërmetit. Do ti po thuaj që të bëhet bashki Fushkruja. Bashki Fushkruja, siç kemi qenë. Kështu kemi qenë në bashki. Ne jemi 50.000 banor, kemi bashki Roskovec me Maliaj, kemi bashki Klosin, kemi bashki Patosin, Letjen s'ka asnjë lloj problemi, por ne jemi 50.000 banor më burr. Ne kemi qenë bashki nga 92-shi këtej deri në 2015-ën, na morën na bën njësi administrative. Kush e hoqi? E hoqi Rama pra bashkinë. Po hoqi Basha pse? Po mirë Rama me Bashën se nuk u futë. Dhe ishte me bashkëtar. Po, shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. E diti se çka kanë bënë atëherë? Sepse nuk kishte drejt vote. A di çka kanë bënë atëherë? Kanë mbledh firmat e qytetarëve dhe PS dhe PD, se s'ka lidhje kjo punë PS PD dhe ishin të gjithë që Fushkruja të jetë bashki. Dhe s'na i mori kush për parasysh këto firma. Po pra na duhet referendumi pra, prandaj nuk çon bashkëtarën atje ç'të bëj. Po pra, prandaj është fuqia e referendumit, se po të bëhet referendum atje, PS dhe PD-ja votojnë që Fushkruja të kthehet bashkitë për shërbime për qytetarët. Orë na kthejnë lavdin që kemi pas më burr, po kërkojmë të bëhemi kryeqytet. Megjithëse kemi qenë kryeqytet, kemi qenë kryeqytet i Shqipërisë, ti e di. Albanopolis më burr. Albanopolis. Po pra, po Fushkruja është. Ta uroj që ta arrish, ta realizosh këtë çështje, këtë kazus tëndën, këtë kauz dhe kazus. Edhe kazus. Po është dhe kazus, është do jetë kazus juridik, po ta them me sinqeritet. Dhe kauz në aspektin po themi politik. Dhe ta uroj me zemër që gjithë ata banorët atje të bëhen bashki, sepse jo thjesht se kanë ideal që i mbështet, po i mbështet me argumenta dhe me logjik dhe e merituar. Patjetër. Jo, edhe 2 fjalë për Krujën, në Lancë është shumë e rëndësishme. Për Krujën Fushkruj. Për Krujën tani, se është shumë e rëndësishme dhe Kruja. Tani ne themi Kruja Skënderbeu, të Kruja është bashki. Është bashki. Dhe duhet të jetë prapë bashki. Pra ne jemi me projektin Kruja bashki, Fushkruja bashki, siç ka qenë më parë. Tani nuk kemi rruga është burim aksidentesh. Ne jemi pro turizmit që të shkojnë edhe në Gjirokastër dhe në Berat, po të shkojnë edhe ca turistë në Krujë, por e kanë lënë Krujën mas dore. I hoqën gjykatën, prokurorinë, i hoqën hipotekën, komisariatin e policisë, zyrat e Adisës,
edhe stadiumin që e kishte tani Një që dhe Skënderbeun, the. Po pra, jo, edhe stadiumin e Kastriotit shkojnë hedhin qenë të rrugës aty dhe materialet inerte. Pra edhe futbolli vdiq. Shkolla në lagje berbere në Kruj, ke parasysh kongën e pleqjve të Krujës atje Maskalaja. Një baçe me lule, tani është i baçe me ferra, se ka vetëm ferra. U mbyll shkolla me 300 zonës, u mbyll. Ajo tradita e atyre pleqjve të Krujës ka vazhduar? Vazhdon. Po, nuk kush, se më hape Po vazhdojnë ato pleqjt e Krujës, marrin pjesë më shumë nëpër dasma tani tjerë. Ata ai grupi fjala pleqjt e Krujës, ata ishin pleqj edhe para 100 vjetësh. Tani ç'a pleqj janë këta tani? Janë pasarësit e atyre, pasarësit atyre pleqjve. Po, shumë. Ata originalet. Shumë e vërtet. Ai me mustaqe i shkurti që bënte Salvizi. Ai ka vdek fatkeqësisht vdiq në moshën 104 vjeçare. Ç'a thua? Po, personazhi që Mustafa Ruçi, Bab Faja i thrisin atij. O sa e bukur kjo. Është personazh shumë interesant. Do të thënë ai kryesori i grupit pleqjt e Krujës ka vdekur 104 vjeç. 104 vjeç dhe njerëzit i thoshin u bëfsh 100 vjeç. Ai thotë u bëfsh ti. Sa e bukur. Se e fynte këtë rast. U bëfsh 100 vjeç, ai ishte 104 vjeç. Po, ai thonë u bëfsh ti 100 vjeç. Tani i biri vazhdon të njëjtën gjë? Po, janë të gjithë fëmijët e pasardhësit e tyre janë sot e kësaj dite, domethënë që e vazhdojnë traditën, grup karakteristik shumë interesant. Baba im ka shkruajt për to, se babi është kompozitor edhe mami ka kënu me to, domethënë me grupin, me grupin dhe ne jemi edhe unë kur u martova i kam pas në dasëm, domethënë. I kam pasur aty. Ishte moment shumë interesant. Tani mbarojmë këtë shebetin dhe sheqerin. Avlo, me këtë që ke bërë aty do të ham ty. Ja, më burr, nuk është e vërtetë kjo. Si s'është e vërtetë kjo? Shiko, qytetarët janë shumë të kënaqur nga fitoria e Bashkisë Krujës. Ore ç'a mendojnë te Selie PD-s të Shqipëri ore? Atë që mendojnë qytetarët mendojmë se ç'a do mendojnë. Domethënë, unë mendoj që njerëzit janë shumë të kënaqur nga fitoria dhe besoj unë që kjo traditë do vazhdojë tani, sepse u vendos gur shumë i rëndësishëm themeli për fitoren e PD-s. Në gurin e themelit thuaj ti, po unë do ta bëj pyetjen të drejtë për drejtë. Po. Sali Berisha çfarë të tha në momentin që mori KAS vendimin për rinumërimin e votave? Nuk kam diskutuar me të kur vendosi KAS, po sigurisht që më ka bë mesazh për rezultatin historik në Bashkinë e Krujës, ndryshe nga kandidatët e tjerë, edhe më ka telefonu, domethënë që më ka uru për rezultatin. Besoj duhet ketë qenë 4-5 ditë mbas zgjedhjeve kam përshtypjen, që më ka marrë në telefon. Për fitoren në Krujë. Për fitoren në Krujë edhe për rezultatin tim. Po ti s'dole deputet? Po nuk ka rëndësia dole apo s'dole deputet. S'ka rëndësi, po çfarë bëre betejë? 8120 vota personale. Ore ti po, se këto janë pa i ke pa diasporën për. Janë pa diasporën. Kështu që më ka uru. Tani çfarë të tha Sali Berisha për këtë aksionin tënd që kërkoi rinumërimin e votave dhe ty ti është tjetësuar vota? Nuk kam diskutuar për këtë çështje. Nuk të ka marrë, asnjë funksionar tjetër i PD-s? Jo, unë e kam vazhduar betejën time domethënë për ta çuar. Po patjetër që ata besoj nuk e lumturuar. Shiko, Roland, unë jam kandidat që kam bë 4 kërkesa në KAS. Një si Aulon Kalaja, një si Parti Demokratike që ka kërkuar pavlefshmëri zgjedhjeve, por unë i kam fut kutit në aneks tek kërkesa që ka bë PD-ja, Partia Balli Kombëtar Demokrat ka kërku transparencë për mu, është rëzu nga KAS-i dhe më në fund është legjitimu Partia Lëvizja Legalitetit. Partia Lëvizja Legalitetit që ka pas interes lishëm për kandidaturën time në qarkun e Durrësit, pra rrugët për me shkute zoti janë shumëta, edhe për me shkute e vërteta në këtë rast. Unë kam ndjek 4 rrugë. Tani, nëse këta nuk duan me i hap gjitha, ne kemi kolegë